Ishte një vendim absurd i dhënë nga gjykata e shkallës parë në lidhje që caktojë masën e shtrënguese të sigurimit arrest në burg për ish drejtuesen Elizabeta Madaj. E themi këtë që është vendim absurd pasi hyrur, analizuar provat që ka sjellur organi akues që nga fillimi ndalimi është bërë tërësisht i paligjshëm me një arsyetim ligjor që me që mbrojtja Premie ka dalë në datën 10 nga territori i Shqipërisë nëpërmjet pikës kufitare në Maqedoninë dhe nuk ka hyrje në sistemin e pikave kufitare shqiptare, ndërkohë që është paraqitur në datën 15 me bazë e urdhërimit që ka bërë policia gjyqësore, thuhet që ekziston dyshimi që mund të largohet. Fantazi policore që për fat keq i ka shkuar përhosh edhe vendimi i gjykatës shkallës parë. Duke hyrë arsyetimit të shkaqeve për caktuar masë shtrënguese të arrestit në burg, nuk ka asnjë provë që ta implikojë Elizabeta Madaj në bashkëpunim kriminal për vjedhjen e sasisë në fjalë që mungon pra debitit krijuar të konstatuar. E themi këtë pasi Elizabeta Madaj referuar prova del që ka punësuar në muajin tetor në detyrën e drejtoresës. Sapo është punësuar e ketë evidentuar me akte shkresore që duke konstatuar parregullsi në sistemin financiar të qarkullimit të vlerave brenda institucionit, i ka denoncuar me akte shkresore pranë drejtuesit subjektit posa shqiptare në Tiranë dhe mbi bazën e këtyre duke vënë lëvizje ka ardhur auditimi. Auditimi ka zgjatur 1 muaj dhe ka konstatuar shkelje të kryera nga 2 subjekte të tjera të gjykimit, nga 2 detyruar të tjera, pra shefe financës dhe artare. Dhe ka dalë me propozimi pra për shkeljet e bërë për caktuar masa disiplinore në rastin konkret deri në largimin nga detyrat e tyre. Duke kryer këto detyra, duke qenë iniciuesja e këtij procedimi disiplinor prej tyre, pala tjetër u akmor. U akmor në mënyrë që në deklarimet e dhëna thot shefe financës që legët i ka marrë Elizabeta Madaj e kemi dërguar. Nuk ka asnjë provë të argumentimit që Elizabeta Madaj ka marrë para. Vetë deklaruesja e hetuara Valbona Duni thekson se këto paraja ka bënë zyrën time. Hyrë sistemit serverit në rastin konkret, pa me filmike të administruara, nuk del që Elizabeta Madaj të ketë hyrë dhe të ketë marrë lek në